Udhbja e Gostivarit arriti ta vrasë, ja gjeti rrugën që vetëm ta eliminoje, mos punoje për të mirën e popullit. Nga fëmijëria ime mbaj mend vetëm brenga. Nuk mundem të them se kemi qenë të varfër, aq shumë jo. Sidomos familja ime ka qenë gjithmonë e torturuar prej udhbes. E kam pas vëllaun, Sefer Selimin, një ndër intelektualet më të zëshëm të Gostivarit, i cili një jetë ja përkushtoi popullit. Me të vërtet ja përkushtoi popullit, do të thuash pse e dibe. Sepse ai nuk pushonte të punu, gjithmonë punonte në për seancat ndryshme që mbaheshin në Gostivar, si profesori gjuhës dhe i letërsisë shqipe i vitit 1967, 65, 66, 67, 68. Ai bëtoi për të parën herë dhe veprën e parë në gjuhën shqipe për fëmijët, e lutem nan më trego. Ai ishte entuziast i dalluar, një patriot i cili nuk mbahet mend se kishte krahina të tillë. Po udhbja e Gostivarit arriti ta vrasë, ja gjeti rrugën që vetëm ta eliminoje, mos punoje për të mirën e popullit. Ata banë çmos. Ato momentet e hidhura në jetë kur nuk mundem t'i haroj për shkak se 4 fëmijë të vegjël, edhe pse gjithmonë ishte një njeri i cili e donte mësimin, e donte atë dheun, i cili e donte librin, i donte njerëzit e popullit vet, jo që i dallonte për të tjerëve, po gjithmonë kundërshtonte se pse ju kaq keni të punësuar ndërsa shqiptarët s'kan asnjë të punësuar. E kështu me radhë.